që jemi të bëjmë të përgatisim një çaj të hapur Atëre, kush do të ishte me të vërtet çaj më i mirë? Pra, një mënyrë përgatitjes edhe të çaj, duke qenë se është një ritual, po themi i përditshëm i familjeve tona. Po, pra po dhe është një produkt që historikisht e ka shoqëruar njeriu që në lashtësi. Po. Atëre, kush do të ishte me të vërtet, për shembull, le të themi, kush do të ishte mënyra më e mirë për përgatitjen e çajit? Ta marrim çaj në një kontiner 100 gramësh, 200 gramësh e kështu me radhë, pa letër, pa filtr, pa asgjë, ta hedhim në çajnik dhe mundësisht çajniku të jetë qelq, dhe kjo sita e tij të jetë inox. Në këtë mënyrë, plus edhe uji të jetë uji i filtruar, në këtë mënyrë neve marrim një produkt i cili është 100% natyral. Çfarë çaj po shtojmë? Atëre, shikoj. Neve po ta shikojmë këtë çajin këtu, në brendësitë të tij ka bim në ngjyrë gri, si ngjyrë hiri. Kjo është angjinaria. Është e mrekullueshme për largimin e toksinave nga trupi dhe përfshi këtu edhe mikroplastikën. Atëre, tjetra është lulja e basanit, ajo lulja me ngjyrë të kuqurremta aty. Ato me ngjyrë të gjelbër është mendra, është bari bletës e të tjera dhe të shkojmë për shembull tek dozat. Atëre, ja edhe trëndafil i egër. Atëre, për gjysmë litër mund të shtojmë 2 deri në 2.5 lugë gjelle, hedhim ujin e valuar, që është mënyra më e mirë e përgatitjes së çajit. Dhe po e lëm për disa e mbyllim minuta. Dhe e lëm 10 deri në 15 minuta. Mire, kishe, ja. Po, se do këtë formën tjetër dhe po e lëm, ndërkohë që flasim dhe diskutojmë për temën dhe për efektin global që ka mikroplastika në organizmin tonë. Ku qëndrojnë mikroplastikat në trup? Në cilat organe, doktor? Ky difuzion që ndodh këtu tashmë, pra mikroelementet që ndodhen tek bimët, kalojnë në ujë. Pra është një shkëmbim, uji nuk i ka këto dhe ka aftësinë që ti tërheqi. Sa mund të tërheqi? Kjo është një çështje tjetër. Pra ky ujë mund të na tërheqë aftësisht deri në 50% të mikroelementëve që ka bima. Ama merr ato më të letat dhe merr ato mikroelementë që janë nanometër. Ato më të vegjëlit. Pra më të vogla. Nëse ajo mikrometri ishte sa 1000 herë, më e vogël se... Që është më e vështirë për të dalë nga trupi. Jo, mikrometri del nga trupi. Nanometri, që është 1/1000 e mikrometrit, kuptohet, këtu kemi mikroelementet, për shembull kalciumin, hekurin, magnezin, zingun që ndodhen te këto bimët, janë lehtësisht kalueshme në çaj, lehtësisht absorbueshme. Qimethisë e thithin, e nxojnë këtë, e marrin, e fusin në brendësi dhe ajo depërton lehtë në gjak. Pra të gjitha mikroelementet këtu hyjnë, depërtojnë lehtësisht në gjak. Një pjesë e mirë, sidomos kur ne çajin e bëjmë me mjaltë e kështu, absorbojnë që në stomak dhe ushqejnë trurin. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të përgatitur çajin në familjet tona. Siç e shohim dhe ngjyrën që mori nga lëshimi i të gjithë elementeve që ka 3 minuta dhe ja, çaji bëhet mrekullisht mirë. Nuk marrim metale të rënda e kështu, marrim atë që unë e përmenda, pra mikroelement të përmasave nanometër, që i përthith lehtësisht organizmit.